Kolegë, ne jemi mbledhur që sot ta nominojmë kryeministrin e ardhshëm nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Unë do ta nominoj më të votuarin nga populli ynë në historinë e demokracisë sonë parlamentare, më meritorin në udhëheqjen e lëvizjes vetëvendosje, liderin e vërtet të transformimit social dhe demokratik të Kosovës, kryeministrin më të suksesshëm të Republikës sonë, Albin Kurtin. Kush të gjithë jeni duke thënë me siguri kush do ta meritonte më shumë se ai. Themelues i lëvizjes vetëvendosje, drejtues i saj në për gjitha fortunat më të vështira të kohës. Gjithnjë duke qenë i gatshëm të jap e të sakrifikoj më së shumti nga ne të gjithë. Albini, mendoj që njihemi atë gjatë e kemi vepruar gjatë sa me ju drejtu me Albini. Albinit që me mençuri e transformoi vetëvendosjen në subjektin më të madh politik jo vetëm në Kosovë. Albin Kurti, që si kryeministër i Kosovës e krijoi një sistem të qeverisjes mbi parimin e rritjes ekonomike që shpërndahet në mënyrë të drejtë e të barabartë në popullin ton përmes shumë masave mbështetëse që i kanë ndërmarrë. Albin Kurti që ja tregoi shtetin strukturave të Serbisë edhe në veri të vendit ton. Pikërisht Albin Kurtin më shumë se kur sot e kërkon populli ynë që ta vazhdoj rrugën e mirë që e nisi në vitin 2021. Duke e propozuar atë për kryeministër, ne të gjithë më së miri i qëndrojmë besnik